u bëre pjesë e Rajdues? Rajdue thjesht ishte një kast shumë rastësisht, duhet të nisja një video me një recet të ekzekutuar, ndër 30 kandidate shefe italiane, zgjodhen 5, ndër këto 5 më të rritën thanë që duhet vish të bësh një provë, po unë atë ditë që e zënë në një event tjetër në Bruxelles, për juri, për produktet që hynë në Europë. Dhe thash, jo, më vjen keq, por nuk është e mundur. Kush merrej me këtë pjesën e organizimit, kishin gjetur në YouTube video Reze Dielli. Wow! Dhe ju jeni pak shkak i këti kasti që unë kalova këtë kast. Më bëhet qefi, kur të ke liftuar në shkuar, që ke qenë në kuzhina ke gatuar patullxhan. Me Albana. Ata kanë ndjekur emisionin tonë. Kanë parë këtë në YouTube, kanë gjetur këtë material dhe thanë që okej, kjo në të vërtetë është një shefe profesioniste, po ka një raport me telekamerat, duket goxha mirë, dhe kjo që është shkaku që ndër 30 vajza shefe, unë u futa në kast, i bëra provën e parë. Albana, Moj Silvan, Atisha dhe unë aty. Na kanë ndjekur nga Rajdue, kanë vlerësuar Silvanën nga performanca e saj në emisionin tonë dhe ndjem shumë mirë, ndjem krenare që të kemi ndikuar sa do pak, kemi dhënë si thua një shtys. Po, një shtys dhe tash është Stina e dytë që bëra, do të thotë është viti i dytë që bëj pjesë në këtë emision.